Të dashur bashkëdhetar, besoj të gjithë e keni kuptuar se unë flas për Shqipërinë dhe për flamurin me shifra, me fakte. 2 ngjarje kemi. Në Dardani në Vidovan, serbët protestojnë, arrestojnë nga policia edhe me armë për thirrje antikombëtare. Kosova është Serbi. Edhe pse NATO-ja e shkatërroi Serbinë, ata janë rindërtuar, investojnë 1.2 miliard euro dhe Trumpi sapo deklaroi që e ndala unë një sulm të ri. Nësa Dardanët hanë bukën e Serbisë dhe kalojnë për Serbi, edhe pse i rreth e i vret e i torturon në përballje i gjobit policia serbe. E çuditshme. Po kështu, Komiteti Çam, kryetari i saj Shpëtimi Idrizi, mungoi në 81 vjetorin e masakrës greke ndaj popullsisë së krahinës më të bukur të Shqipërisë. Çamërin që pikon gjak e lot. Jo, Shpëtimi Idrizi nuk ishte atje. Por ne që kemi viza dhe janë shtëpit, kanë tapit, fotografit, se nuk guxojmë të shkojmë atje. Kjo besa shqiptarit, buke, kripe, zemër, mua mi bën syt me kripe, me lote, me gjak e shpirtin kullon, këtë urtësin ton, jo, nuk dua më të pranoj.